Shëndeti shkus të ndruar, mirë së po takohemi në këtë edicion të ri informativ. Irani shpëtoi, nuk u shkatrua një civilizim i tërë, ashtu siç dha ultimatum presidenti amerikan Donald Trump. Kjo pasi vetë amerikani ishte ai që njoftoi për një armpushim 2 javor me Iranin më pak se 2 orë përpara skadimit të afatit të tij për ta shkatruar Iranin. Trump tha se marrëveshja për armpushim u bë me kusht që Irani të pranojë ta rihapë ngushticën e rëndësishme të Hormuzit. Kjo ide 2 javëshe u arrit me ndërmjetësim të kryeministrit të Pakistanit e po ashtu edhe me ndërmjetësim të Arabisë Saudite, Egjiptit e Turqisë. Trump tha se Irani kërkoi që SBA të ndalojë forcën shkatruese që po dërgoi mbrëm drejt Iranit me kushtin e hapjes së Hormuzit. Sipas amerikanit, kjo është një fitore totale për të dhe ky do të jetë një armpushim dypalësh me mundësinë që të vijojë negociatat për arritjen e një paqe afatgjate. Po ashtu gjatë këtyre 2 javëve edhe Izraeli nuk do të sulmojë mbi saqet iraniane. Kur kanë kaluar vetëm disa orë nga marrëveshja SBA-Iran për një armpushim 2 javor, tashmë kanë filluar edhe lëvizjet e transportit detar nëpër ngushticën e Hormuzit, por të dhënat kanë treguar numër të vogël të lëvizjeve në këto orë të para. Ministri i jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, ka thënë në një deklaratë se Teherani do të pushojë kundër sulmet dhe do të sigurojë kalim të sigurt përmes rrugës ujore në ngushticën e Hormuzit. Mëngjesin e sotëm, ministri i jashtëm i Iranit ka thënë se kalimi i sigurt nëpër ngushticën e Hormuzit do të jetë i mundur nëpërmjet koordinimit me forcat e armatosura të Iranit. Kurse Këshilli Suprem i Sigurisë Kombëtare i Iranit e ka përshkruar marrëveshjen si një fitore ndaj SBA-s, duke pretenduar se Trumpi kishte pranuar kushtet e Iranit për t'i dhënë fond armiqësive. E pas kësaj ujdeje dhe rihapjes së ngushticës së Hormuzit, menjëherë çmimet e globale të naftës kanë rënë ndjeshëm dhe tregjet e aksioneve janë rritur ndjeshëm. Çmimi i naftës së papërpunuar Brent ra me rreth 13% në $94.8 për fuqi, ndërsa nafta e tregtuar në SBA ishte më shumë se 15% me ulët në $95.75. Por ende çmimet e naftës mbeten më të larta se para fillimit të konfliktit me 28 shkurt. Në atë kohë ajo tregtoi me rreth $70 për fuqi. Po ashtu mëngjesin e sotëm edhe indekset kryesore të aksioneve në rajonin e Azivit dhe Paqësorit urrëtën. Kontratat e ardhshme të tregut të aksioneve në SBA treguan gjithashtu një hapje më të lartë për Wall Streetin. E një rezolut për rritjen e çmimeve të naftës në Kosovë pritet të futet përsëri në agjendën e seancës së ardhshme plenare të Kuvendit të Kosovës. Këtë çështje do ta përcaktojë sot në mbledhja e kryesisë së Kuvendit. Vetë saj, kryesia do të shërtojë edhe 10 pika të tjera për t'u deleguar në seancën e deputetëve. Në mesin e tyre është edhe shqyrtimi i propozim rezolutës për mbrojtjen e së vërtetës historike të luftës në Kosovë 1998-99. Kryesia e Kuvendit do t'i fusë në agjendë parlamentare edhe ratifikimin e 5 marrëveshjeve ndërkombëtare, si dhe angazhimin e deputetes Dute Balje në ndonjë komision parlamentar pas propozimit të grupit parlamentar të Aleancës për Armërinë e Kosovës, pasi e njëjta u bë pjesë e këtij grupi ditë më parë. Është pikërisht subjekti i AAK-s që beson se kryeministri Albin Kurti nuk është i interesuar të gjejë zgjidhje për zgjedhjen e presidentit të shtetit. Ata pretendojnë se Kurti po dëshiron zgjedhje të reja. Ne shohim që kryeministri nuk po do me qeverisë me vendin, ai po do me çu vendin në zgjedhje dhe kjo krejt është çështja kryesore e zotit Kurti. Nuk po do me qeverisë, edhe pse populli pe ai besimin. E ka zgjedh kryeministrin, qeverinë, mirë por nuk ja ka dhënë besimin për me zgjedh presidentin. Presidenti i ka 80 vota, kështu që është arsyeshme të ulen në tavolinë dhe ta bëjnë një marrëveshje politike. Pavarësisht ne si Aleancë, edhe pse jemi deklaruar që një kandidat të partisë në pushtet, të lëvizjes vetëvendosja, apo një kandidat partijak nuk do ta votojmë, po asnjëherë nuk kemi qenë kundër një kandidati konsensual. Kushdo që është kandidat konsensual, si për shembull që është cek më herët nga familja e Shaj, ne nuk kemi qenë kundër, ne kemi qenë pro për votimin e kandidatit. Mirë po, ne po e shohim që lojrat e Kurtit veç po vazhdojnë tash tutje. Parlamenti studentori i Universitetit Haxhi Zeka në Pej ka bërë thirrje për protestë paqësore, e cila pritet të mbahet të premten. Sipas njoftimit të studentëve, protesta organizohet si reagim ndaj gjuhës së urrëties,
fyrjeve dhe kërcënimeve të fundit ndaj ish-komandantit të UÇK-s në Tukagjen Ramush Haradinaj dhe në vlerësimit të vlerave të luftës. Ata theksojnë se rastet e fundit të deformimit të historisë së Republikës së Kosovës dhe sulmet verbale ndaj figurave të luftës lirimtare janë të papranueshme dhe cënojnë kujtesën kolektive dhe dinjitetin shoqëror. Studentët i bëjnë thirrje edhe Kuvendit të Kosovës të miratojnë një ligj për mbrojtjen e vlerave të luftës dhe të kundërshtohet gjuha e urrëties. Protesta pritet të mbahet më 10 prill në qendër të Pejës nga ora 12. Tani flasim për një festival unik të muzikës. Në Prizren gjatë ditës së djeshme disa artistë performuan në rrugë ku kënaqën banorët dhe turistët e shumtë me muzikën e tyre. Zëri që jehoj nga njëri u atërhoqi vëmendjen dhjetra të tjerëve. Kushdo që kaloj ka qendra e Prizrenit nga mesdita e së martës deri pas dite, veç bukurive natyrore që pa, arriti të kënaqet edhe me muzikë. Këto performanca live që i organizoi Kultiplay i realizuan disa artistë në 2 ndërrime e 3 vende të ndryshme rreth Shatërvanit. Grupi i parë ka qenë i dashur dhe i nderuar ynë Agim Teeci me këngët e tij të vjetra, kanë qenë Wind Ensemble, pra ansambli i vajzave që kemi me muzikë klasike. Pastaj kemi pas në pikën tjetër Tolga Kazaz, një prej artistëve tonë lokal. Ky që u quajt Festivali Muzikës së Rrugës u bë me një qëllim. Vetëm i dhon pak ka shumë ndjesi të muzikës së mirë dhe të mirëfillt qytetarëve të rëndom që kalojnë pa pas nevojë me pagu qoftë bileta të mëdha ose edhe ndonjëherë me dhon vetëm pasqyrimin e një muzike të mirëfillt. Ndonë se shikues të grumbulluar nuk patën, këta janë të kënaqur me reagimet e kalimtarëve. E mira është që gjithë këta që po i shihni për momentin janë shikuesit edhe vizitorët e festivalit. Fort të lumtur janë ata që u ndalën për pak qaste. Shumë bukur. E disponon njëri, ma relax, ma sare, shumë bukur. Diçka tjetër nga jesh ka po shoh çdo ditë për shembull. Ritmet nga Shatërvani dikush shpresoi se do të arrijnë deri në Kuvend në Prishtinë. Ma shumë muzikë se lajme edhe shpresoj që parlamentarët me pa këto mu relaksu dhe me zgjedh presidentin. Organizatorët premtuan se të tilla aktivitete do të ketë sërish, madje pikërisht në Stinën e Verës. Ky edicion i parë u mbështet nga Ministria e Kulturës. Me ka që japim fund këtij edicioni informative, ju vazhdoni të qëndroni këtu me Gunxhën dhe kolegët tjerë. Ma shumë muzikë se lajme, po thonë qytetarët. Po ashtu po dojnë qytetarët edhe ashtu mundemi mja mundësu edhe na pse jo edhe lajme dhe muzikë, po kemi edhe informacione shumë të mira që vinë nga një planet tjetër, nga hëna, për këto do të diskutojmë vetë.